O jo, s'ka keni shku në gjami. Unë që ditë në, s'ka ja keni shkep fit njeriut? Kush, kështu pra, kush ka arë për agje me kalzun se ka ditë kiamet? Kush arë për agje? As kush për des mos për ven? U kri. Si ti thuj bre kur ta jape kasetën, kur ta jape një kaset, që të thuj? Kur ta jape një kaset, të një radios, një konga, për një muzika, një ilahia, një shejtana, një melacja, një diçka, qka është i në fizum ta, kur ta jape kasetën kuti? Thuj, qka ka këtu mrena? Thotaj, ka më këtu një filan konga, këtu kënon Michael Jacksoni, këtu kënon Sandra, këtu kënon Nefertiti. Thuj, unë s'pa e shoh, që s'tu thuj? Ku përreja në kasetën? S'pa e shoh. Ato, kur ta shtish në kaset a gje, janë një zonin. Edhe ti pra, kur ta shtish në besim, janë një zonin. Do me morat kasetën me fut gastrofon, pa me fut në rrim, jam inu bateria, e me ditë si me lishu ata, me u zdo me dalë në shesh, me u një zonin. Edhe ti pra në shtilën e kasetën e besimit, se gjitha gjë. Apo do me pa njerin, apo do me pa ti, Nikin edhe Sandrën, po do me pa ati tu, hungjëm kaset kam kryqa. Jo, kështu si janë gjonat, për qatë që dini jone ka emnin besim, për qatë që dini jone ka emnin iman. Çdo gjë vetë në shkallën e besimit edhe motet shumë qartë edhe bukur. Se këto kanë qef, shka kanë dëshirë në botë me ju plotësu, edhe ketë me ju plotësu me i binë, se ka që të menqëm janë këto, duhet me arë dikush prej maton me ju kalzu këton për atër të këtive. Unë e kasht e vorat, di qa gje, më qunë të vorat, më shtimën ju ati mrena, më lunë me dhe, kam bujt një natë, 24 sati kam bo. Dini se sa ishte zërë. Në një maramenën se prom, as nga shmejt, së një vishnë, as nga gjatë për ative drasave që lisit. Me ju thonë këtive kështu këto, kur ju thonë dikos këtive kështu këto, më një arzon bes, pa për ju të regojnë. Se kjo gjohë që ma t'indarëshëm këtë dë një ka ndodhë një herë. A nëse që ma të jonë, thëjnë njës të tonë, thëjnë, kush ka arë pimaton? Jo, pimaton kanë arë njës këtë botë me kalzu ma si kanë vdikë. Po na pse ti s'lexon, pse ti se din çka ka në Kur'anin e Kerim, pse ti se din çka ka në hadith, unë s'kam kur një faj, se njerëzit kanë vdekur në këtë botë edhe kanë ardhur tek krah. Edhe këto nuk janë një, po janë më shumë se një. Në këtë botë kanë ardhur një herë. Kush kanë këto? Këto të kaçanikit janë. Allahu xhalla xjalaluhu në kohën e Beni Israilit, e miti njëri Axhë. E vrau Axhën e vetë, tharë e boni, cop e futin thes, ja qoj një fisit qëtër në gjinin, ja vlan praga gjen rrug, edhe dil vikat këna përkaton, doli vikat këna përkaton, kush ma miti Axhën. A e kishtë Axhën shumë pasanik, po do ashti tja, lesë, ishte hajt, do ashti me pasunin e atit, bojë zëngin shumë shpejt pa pun, e miti Axhën, edhe vikat ke kush ma ka miti Axhën. U kompliku puna deri sa i than Musa a.s. se kohën e Bene Israilit ka ndodh, i than Musa a.s. a mundësh këtë ngjarje me naj bot qartë, se shumë është kompliku qeshtja. Tha po, o Allah i jam, tha Musa a.s. Qka të bëje Bene Israilit për këtë ngjarje? Tha ta presin një lop. Pas pjegu në qeshtjen për zgjati, e banën Bene Israili ate me një copë prej mishit lopës, Iran mishit njeriut, kështu ishte urdhni Allahu xhalla xhelalu, u quli i gjallë prap i than, men katalak, kusht ka min, tha katalani ibnu ahi, tha gjalli vlau nga min. A pas ka ardhë në pjasa i dunjohë? Ka ardhë të njërës, po ti s'pa i shafë se ka ardhë, mas i kanë vdek, kanë kalzu këto. Po mirë pra, që e morën vesh, pas kanë ardhë, mas shka ka ndodhë? Allahu xhalla xhelalu tha, fa ba'athahu hayyan, فشهد بمن قتله ثم عاد ميتا, masi ka dëshmu se kush e ka mit vdiq në tokë prap. Kër e panë Bene Israili se vdiq të krarë, tha jo, se kemi mit na, se vdiq aj, s'pëfol me për vdiq Jakub, ja arthan po se pëfol, kër e panë se vdiq prap, tha jo, pash, vallahi se kemi mit na. E pra, qka ka këtu mrenda në këta? Se edhe pis lupçanit, me arë një njeri pite vorat, me ju thonë se kesh, e a gjesh ngusht, kejti besojnë, ama aja betu me shkuta të valsat, sa i frimo këtu, kur qkoja a gjithë, jo, gjan. Këta kejt njerëzit e bojnë, se këti njeri nuk i ban taman as gjan, nuk i ban taman, vetëm i ban taman një gjahu,
ati vetë kur ti dale me laqja në udhë. Kjo i ban taman. Më përket Allah nuk e la me ardhe me shku. Kur ti dale me laqja vetë ta dale në udhë, kjo i ban taman. A i donë me thonë dishka, e tani i thojnë familja, dashti me më thonë dishka, po zhigë në kamet e hapi gojnë të më thonë në dishka, se me më tha shkoj, e shkoj dhe, se më tha, e dishka ka dash me thonë, unë po të kanë zëj, ka dash me thonë në jamara ti menën se unë e hangra të më falni. Qatë ka dash me thonë, po selan me thonë. A më spritën me thonë e ki pa selamin dasë ma. Më spritën me thonë e lbek nesër, në cilat digimi pa të dash me fera mas për mlonë. Dhe unë dhe në hapi si se këtu kur po vishe, s'po të likën me këthi të tratë, këta ka dash me thonë. A më s'ka dash me thonë shartoj të ratë egra. Jo, ata i deshti ta thoje se, ajo që unë isha me rezervë, kanë qenë ka vërtet, ka dash me thonë ajë. Ata që njërzia s'podon fare me dit, ajo po të vika këte ka dash me ta thonë. Qenë ka vërtet ajo që e kajmë një jetë, edhe qenë ka vërtet ajo që e kajmë një dunja, qenë ka vërtet se kjo dunjos pas ka vlerë, qenë ka vërtet se këtë dunja pas ka nënshmu Allah, kejtë këto fjala i dojke me t'i thonë ama, selan me t'i thonë. E po mirë, a ke dëshirë me pitë pra, pse selan me mi thonë pra, thuj kështu, pse selan me mi thonë? Nuk e kanë lënë ata me t'i thonë se a i ka dash me thonë ti e t'i thotë hoxha në vend të. Ashtë një qetër a gjithë gjumohën të kalëzor. Njajtë, nashtë pra shuni, nashtë pra haj, hitë s'ka dalim. Se sa po sa është e vërtet e jemi, aqë është e vërtet e ati.